Nëse dëshiron të praktikosh një besim të palëkundur në Allahun, të kesh tavakul, provo të ndërtosh diçka që ka vërtet rëndësi për hir të tij. Një biznis për hir të tij, një ëndër që ai ka vendosur në zemrën tënde, një familje apo një version të ri të vetes tënde, sepse në momenti kur vendos të rritesh, jeta do të testoj besimin tënd jo një herë, por shumë herë. Do të kesh stin kur shifrat nuk përputhen, kur njerëzit e këtë cilët kishe besuar largohen, kur presioni dhe vështirësi duket se janë më të mëdha se lutjet e tua, megjithatë ti do të vazhdosh, do të provosh përsëri e përsëri, do të besosh pa garanci. Kjo është iman, kjo është besim, jo teori, jo përsosmëri, por veprim dhe besim në pasiguri, të punosh ndërkohë që dyshon, të mbjellësh kur nuk sheh rezultatin e të korave. Nuk duhet të jesh dietar ose sipërmarrës për të kuptuar se si ndjehet besimi. Thjesht duhet ta përjetosh, duhet të zgjedhësh diçka për të cilën ja vlen të përkushtohesh për hir të tij edhe kur je e friksuar. Sepse besimi tek Allahu nuk është vetëm të kryesh namaz apo të shkosh në xhami, është një vendim i përditshëm në misionin tënd, në qëllimet e tua, në dashuri, në marrëdhënie, në jetë. Është ecësh me bindje dhe guxim, edhe kur nuk e di ku të çon rruga, duke besuar se Allahu të udhëheq në çdo hap.